Tregtarët ambulantë në zonën turistike të Velipojës kanë zhvilluar këtë hënë një takim me nënkretarin e Bashkisë Shkodër. Ato kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me vendimin për zhvendosjen e aktivitetit të tyre tregtar në një zonë tjetër nga qendra Velipojës. Ato kërkojnë të vazhdojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre në vendin aktual ku kanë operuar prej vitesh. Është momenti që kemi njohur gjithë që kemi qenë në mbledhje me nënkretarin e Bashkisë, na ka pritur shumë mirë. I kemi bërë të gjitha problematika që na kanë dalë dhe kemi rënë në një më tepër për pro se sa për jo. Ishte një kuptim shumë i mirë me nënkretarin e Bashkisë. Asnjë problem. Shqetësimi juaj, çfarë do të thotë? Shqetësimi jonë është ndrimi i vendit nga një pozicion tjetër, por aty nuk arrihet dot, sepse është një vend që nuk është me kalimtar, nuk shfrytëzohet nga populli, dhe kërkojmë pikërisht vendin që kemi qenë për sa vjet aty. Kjo është problematika. Ne të Bashkisë kemi plotësuar në kuptimin e aplikimeve që na i kam planuar, dhe është gjë shumë e mirë që Bashkia e Shkodrës për çdo vit ne na i bën aplikimet dhe jemi shumë të kënaqur. Pavarësisht se këto gjërat e vogla që lëvizin çdo vit ndryshime, si gjithmonë. Ne ndoshta aty na del më mirë, por duke marrë gjithmonë atë qëndrimin që është zonë që nuk është kalimtare, nuk është frekuentuar, dhe kemi hapësirën më të madhe aty dhe jemi shumë tregtar që mbulojmë atë vend aty, kurse po të kalojmë nga ky vend tjetër është shumë e vështirë të sistemohen gjithë. Ndërkohë pas takimit ka reaguar edhe vetë Bashkia e Shkodër përmes një postimi bëhet me dije se nënkretari i Bashkisë Shkodër Alban Preka i ka njohur tregtarët me vendimin e Bashkisë për lirimin e hapësirës pranë Shadervanit dhe stolave në shitorin e Velipojës, e cila është dedikuar për pushuesit dhe turistët. Bashkia e Shkodër u ka kërkuar tregtarëve të paraqisë një propozim të tyre për zhvendosjen e këtij hapësire, por nuk është paraqitur asnjë alternativë nga ana e tyre. Në mungesë një propozimi konkret nga vetë tregtarët ambulant, Bashkia e Shkodër do të zbatojë planin e saj për lirimin e kësaj hapësire qendrore të shëtitores në funksion të vizitorëve dhe pushuesve në Velipojë. Drejtoria e Planifikimit Urban ka përcaktuar tashmë edhe zonën ku do sistemohen tregtarët, duke u mundësuar atyre akses me vizitorë dhe zhvillimin e aktivitetit tregtar në përputhje me rregullat dhe letë përkatëse. Janë caktuar 20 vende për tregtarët, të cilat do të vendosen përgjatë pjesës qendrore të shëtitores në plazhin Velipojës, thuhet ndër të tjera njoftim.